individët që janë tashmë të regjistruar për plotësimin e DIVA, mjafton të klikojnë në e-shërbime në websajtin zyrtar të administratës tatimore tek seksioni individ. Vendosni numrin personal dhe fjalëkalimin tuaj për të hyrë në sistem ose futuni nëpërmjet llogarisë suaj në e-Albania. Në video ilustrohen hapat që duhet të ndiqni për plotësimin e deklaratës. Klikoni butonin Krijo deklarat dhe përzgjidhni periudhën, në këtë rast janar-dhjetor 2024 apo 24A. Pas krijimit me sukses të deklaratës, në seksionin A, plotësoni fushat e detyrueshme të shenjuara me yll. Në seksionin B të deklaratës, do t'ju shfaqen të paraplotësuara të dhënat për të ardhurat vjetore bruto nga pagat, tatimi i llogaritur dhe tatimi i paguar. Llojet e tjera të ardhurave bruto të realizuara brenda dhe jashtë Republikës së Shqipërisë duhet i plotësoni manualisht bashkë me tatimin e llogaritur si dhe vlerën e tatimit të paguar. Në varësi të diferencës midis totalit të tatimit të llogaritur dhe tatimit të paguar, mund të lind detyrimi për të paguar ose jo. Kujdes, nëse keni realizuar të ardhura vjetore më shumë se 50.000 lekë, për të cilat nuk është mbajtur apo paguar tatimin në burim, ju duhet i deklaroni ato në DIVA 2024 dhe të paguani tatimin për katës. Të ardhurat të tilla mund të jenë të ardhurat nga qyradhënia midis individëve, nga qyraja ditore apo nga platformat Booking, Airbnb e të tjerë. Të ardhurat nga shërbime të ndryshme të ofruara në platforma online apo të ardhura nga shitja e aksioneve. Pasi të plotësohen të gjitha vlerat e sakta, klikoni butonin Dorëzo. Nëse pas dorëzimit të deklaratës keni detyrim për të paguar, printoni urdhër pagesën pas 24 orëve nga dorëzimi i saj.